A ka qenë ndonjëherë Evropa aq pranë sa të niste një kryqëzat të re për çlirimin e Shqipërisë? A ka ekzistuar vërtet një plan që mijëra luftëtarë shqiptar të ngriheshin në kryengritje, ndërsa një mbret i Francës të zbarkonte në Vlorë për të goditur perandorinë osmane? Dhe kush ishte shqiptari që qëndronte në qendër të këtij projekti të jashtëzakonshëm? Nëse ju pëlqejnë historitë e rralla dhe të panjohura të kombit ton, mos harroni të pëlqeni videon, të abonoheni në kanalin Histori Epike dhe të aktivizoni njoftimet. Sepse sot do të zbulojmë historinë e Konstantin Arianitit, njeriut që u përpoq të binte Evropën të ndërmerrte një kryqëzat për çlirimin e Shqipërisë. Kur përmendet familja Arianiti, shumica e shqiptarëve kujtojnë menjëherë Gjergj Arianitin, një nga princat më të fuqishëm shqiptar të shekullit 15 dhe aleatin më të rëndësishëm të Skënderbeut. Por pak e din se pas vdekjes së Skënderbeut, një pasardhës i kësaj familjeje do të bëhej figurë e njohur në oborret mbretërore të Evropës dhe do të ëndërronte rikthimin e Shqipërisë së lirë. Konstantin Arianiti u lind në Durrës rreth vitit 1456, në një periudhë kur Shqipëria po përjetonte vitet e saj më të vështira. Ai ishte pjesë e një familjeje fisnike që kishte luftuar për dekada kundër osmanëve. Lidhjet e tij me Skënderbeun ishin të afërta, pasi familja Arianiti ishte e bashkuar me kastriotët përmes martesave dhe aleancave politike. Megjithatë, fati i Shqipërisë po ndryshonte me shpejtësi. Pas vdekjes së Skënderbeut dhe rënies së qyteteve shqiptare njëri pas tjetrit, shumë familje fisnike u detyruan të largoheshin nga atë dheu. Edhe Konstantini do të ndiqte këtë rrugë. Por ndryshe nga shumë bashkohës së tij, ai nuk u mjaftua vetëm me mbijetesën. Ai e shndroi mërgimin në një mision politik. Duke lëvizur mes Italisë, Vatikanit dhe oborreve mbretërore evropiane, ai ndërtoi lidhje të forta me princa, kardinal, diplomat dhe mbretër. Me kalimin e viteve, emri i tij do të fitonte peshë të jashtëzakonshme. Në fund të shekullit 15, Evropa po përballej me një pyetje të madhe. A mund të ndalej zgjerimi osman? Perandoria osmane kishte pushtuar Ballkanin, kishte marrë Konstantinopolën dhe po ushtronte presion gjithnjë e më të madh mbi territoret evropiane. Frika nga osmanët ishte e përhapur kudo. Në këtë klim, Konstantin Arianiti pa një mundësi historike. Në vitin 1494, mbreti i Francës Karli i VIII nisi një ekspeditë të madhe drejt Italisë. Ambicjet e tij nuk kufizoheshin vetëm në gadishullin italian. Ai ëndërronte një rol të madh evropian dhe madje flitej për një kryqëzat të re kundër osmanëve. Pikërisht në këtë moment shfaqet Konstantin Arianiti. Takimi mes Arianitit dhe Karlit të VIII do të kishte pasoja të rëndësishme. Konstantini i paraqiti mbretit francez një projekt ambicioz, një zbarkim në brigjet shqiptare, një kryengritje e përgjithshme e popullsisë vendase dhe një ofensive madhe që do të godiste perandorinë osmane në zemër të Ballkanit. Për Arianitin, ky nuk ishte thjesht një plan ushtarak, ishte mundësia e artë për të rikthyer lirinë e vendit të tij. Ai besonte se shqiptarët prisnin vetëm një sinjal për t'u ngritur përsëri me armë. Sipas burimeve të kohës, ai u tregonte evropianëve se në Shqipëri, në Epir, në Greqi dhe në rajone të tjera të pushtuara, mijëra të krishterë ishin gati të bashkoheshin me çdo ushtri që do të vinte për t'i çliruar. Plani filloi të merrte formë. Në qarqet diplomatike të Evropës u diskutua seriozisht mundësia e një kryqëzate të re. Vatikani e shihte me interes këtë ide. Shumë fisnik evropian mendonin se kishte ardhur koha për një kundërsulm ndaj osmanëve.
Në dokumentet e kohës përmendet madje edhe një zbarkim francez në Vlorë. Sa më shumë përparonte projekti, aq më shumë rritej optimizmi. Në Shqipëri po përgatiteshin lidhje me njerëzit që mund të organizonin kryengritjen. Në Itali zhvilloheshin takime sekrete, në Venedik mbërrinin emisar, priftërinj dhe përfaqësues shqiptar që punonin për realizimin e planit. Por këtu fillon pjesa më dramatike e historisë. Republika e Venedikut kishte interesa krejt të tjera. Edhe pse ishte rivale e Osmanëve në shumë raste, ajo përfitonte gjithashtu nga tregtia me ta. Një luftë e madhe mund të shkatëronte ekuilibrat ekonomik dhe politik që Venediku kishte ndërtuar me kujdes. Për këtë arsye, venedikasit filluan të shihnin me dyshim aktivitetin e Konstantin Arianitit dhe bashkëpunëtorëve të tij. Ndërkohë, përgatitjet sekrete nuk mbetën plotësisht të fshehta. Njerëz të lidhur me kryengritjen u zbuluan, dokumente u sekuestruan. Disa prej organizatorëve u ndoqën dhe u penguan në veprimtarinë e tyre. Dal nga dal, projekti filloi të humbiste vrullin. Megjithatë, Konstantini nuk u dorëzua. Ai udhtoi vazhdimisht nga një obor në tjetrin, duke kërkuar mbështetje. Ai bisedoi me fisnik italian, me diplomat francez dhe me figura të rëndësishme të kohës. Për vite me radhë vazhdoi të mbante gjallë idenë e çlirimit të Shqipërisë. Një nga njerëzit që e njohun nga afër ishte diplomati dhe historiani francez Philippe de Communes. Ai e përmend Arianitin si një figurë me ndikim dhe me lidhje të forta në botën politike të kohës. Në shumë raste, Konstantini shfaqet si ndërmjetës mes interesave franceze dhe atyre të popujve të Ballkanit, por historia nuk do të shkonte sipas planeve të tij. Karli i VIII u përfshi në luftrat e ndërlikuara italiane. Aleancat ndryshuan me shpejtësi. Prioritetet e Francës u zhvendosën. Kryqëzata e madhe që duhej të nisej drejt Ballkanit mbeti vetëm një projekt. Shqipëria nuk pa kurrë flotën franceze që pritej të zbarkonte në brigjet e saj. Megjithatë, ndikimi i Konstantin Arianitit nuk përfundoi këtu. Ai vazhdoi të ishte pjesë e ngjarjeve të mëdha evropiane. Mbreti Luigi i XII e nderoi me privilegje të veçanta dhe në letrat e tij e trajtonte me respekt të jashtëzakonshëm. Në një kohë kur titujt dhe protokolli kishin rëndësi të madhe, kjo ishte dëshmia e pozitës që kishte fituar shqiptari në arenën evropiane. Historia e Konstantin Arianitit është historia e një njeriu që refuzoi të pranonte humbjen e vendit të tij si diçka përfundimtare. Edhe pse jetoi larg Shqipërisë, ai nuk e harroi kurrë prejardhjen e tij. Ai besoi deri në fund se një ditë Evropa mund të bashkohej për të dëbuar Osmanët dhe për të rikthyer lirinë në trojet shqiptare. Ndoshta projekti i tij dështoi, ndoshta kryqëzata nuk u realizua kurrë. Por vetë fakti se një shqiptar arriti të binte mbretër, princa, diplomat dhe kardinal të diskutonin seriozisht çlirimin e Shqipërisë, tregon peshën që ai kishte fituar në Evropën e kohës. Dhe sot, pas më shumë se 5 shekujsh, emri i Konstantin Arianitit mbetet dëshmi se historia shqiptare nuk është shkruar vetëm në Krujë, Lezhë apo Durrës, por edhe në pallatet mbretërore të Francës, në korridoret e Vatikanit dhe në qendrat më të rëndësishme të diplomacisë evropiane. Po ju a mendoni se historia e Ballkanit do të ishte ndryshe nëse kryqëzata e Konstantin Arianitit do të ishte realizuar? Shkruani mendimin tuaj në komente. Ne jemi Histori Epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.